Në shkollën Gjok Shqiptari në Pogradec u zhvillua panajir i përvitshëm i gatimeve, një aktivitet i veçantë që përfshin nxënësit e klasave të pesta. Ky panajir u organizua me qëllim promovimin e traditave kulinare, zhvillimin e aftësive praktike dhe nxitjen e bashkëpunimit me nxënësve në krijimin e një biznesi. Nxënësit të ndihmuar edhe nga prindrit dhe mësuesit e tyre prezantuan një larmi gatimesh tradicionale dhe moderne të përgatitura me shumë kujdes dhe përkushtim. Tavolinat ishin të mbushura me ushqime të shijshme dhe të dekoruara bukur, duke krijuar një atmosferë festive dhe mikpritëse. Panajiri gatimeve tashmë është një traditë në shkollën tonë që organizohet çdo vit. Gatimet janë nga fëmijët e klasave të pesta, të cilët aftësohen për të patur idenë e një biznesi se si funksionon. Në fund të ditës ata sot do mësojnë nëse sa kanë patur shpenzimet për të gatuar dhe më pas do llogaritin fitimet duke i aftësuar këta më shumë në botën e biznesit. Fillojnë të bëhen të aftë dhe për veten e tyre. Një nga klubet është dhe klubi Pema e Mirësisë, që zhvillon aktivitete gjithmonë me një humanizëm dhe vullnetarizëm në të gjithë shkollën tonë. Për këtë arsye, ne çdo vit zhvillojmë aktivitetin, panajirin e ushqimeve me klasat e pesta dhe të gjitha këto të ardhura kemi menduar që të bëjmë bamirësi në një shkollë të Mokrës. Ky panajir ishte një shembull i bukur i angazhimit të nxënësve, mësuesve dhe prindërve, duke kontribuar jo vetëm në edukimin e tyre, por dhe në forcimin e lidhjes mes shkollës dhe komunitetit.